unë me të bandat e Elbasanit. Po, apo? A do jetoj Shqipëri unë apo jo? Në konferencën Berisha ma bet tani bën. Apo të më thua s'pas kam qenë trimun. Jo, si budallas, s'është trimëria. Avokat, Berisha sot në konferencën për shtyp tha që ne do ta mbrojmë votën e qytetarëve shqiptar. Gabimi më i madh që PD ka bërë deri tani është se nuk e ka mbrojtur votën. Ne do ta mbrojmë me çdo kusht, në kuptimin që kjo struktura e SPAK-ut që po themi, as që le të themi nuk u konsiderua fare. Do të informojmë miqtë tanë ndërkombëtar, do të informojmë, do bëjmë transparente gjithçka që ka ndodhur etj. Tani mos u tall me mua sepse siç e ishte gjë tani unë duhet dal bëj kritikun e opozitës këtu. Jo. Se s'më shkon fare. Ideja është ta mund ta bëj opozita këtë. Ka fuqi ta bëj se me që po atë unë po them domethënë që në zona rurale të shumë të thella kam frikë që PD nuk do ketë komisioner o burr tani. Nuk po them për në Tiranë, jo. Po të them në zona rurale shumë të thella kam frikë që PD-ja opozita në tërësinë. Po deri në këtë pikë se PD është parti e madhe. Pa mirë. Jo, ideja është të paska futur dhe ty Edi Rama, të paska fut të xhepi vogël. Po i bën opozitës tani. Se ka të vogël xhepin e, pse e thua xhepi? Rama xhep në vogël. Megjithatë të mbete pak të Berisha. Mua nuk më kaput Rama jo një herë, siguroj, po kur më ka kaput Berisha, imagjino Rama. Ndërkohë, Denis e nisi Flogerti atë që i ka krijuar, e nisi dhe avokati, e ka krijuar kushtet SPAK-u për zgjedhjet e reja, për zgjedhjet lira, vetëm me faktin që 16 kryetar bandash janë sot. Është lista operacioni revanshi. Ndërkohë, është me mbi 50 emra. 54 emra janë të operacioni revanshi. 16 banda, konsideruar bandë që do të 3 vetra e lartë. Që ta kuptosh, thelbin. 16 banda sot janë zyrtarisht në hetim nga SPAK-u ose në burg. Ose jashtë Shqipëria. Vetëm duhet të shtoj diçka garancinë që po punojnë sot kundër Ram apo janë neutralizuar. Po pse ti mendon që Durim Bami është të punu këtu? Po fiku antenën Ama, transmetojmë ne? Po bajrat punojnë këtu? Çfarë mendimi ke ti? Ti çfarë mendimi ke? Majklen Haka këtu punon. Them që këto Sueli këtu është, Çapja këtu është. Po ja pa këtë po flasim ne vetë tani. Se ne nuk i shpikim njerëzit do. Po Berisha thotë që këta po punojnë ende për PS-n. Ore tani doktori është akoma me idenë që ju pyesni çfarë doni, unë them çfarë dua. Pyetja e madhe që ose më mirë një nga elementet që u tha këtu, po unë do e kisha pak këndvështrimin tjetër se